Duke nisur nga kjo e premtë, 1 maj, Shqipëria dhe Kosova kanë rivendosur zyrtarisht lëvizjen pa kontrolle kufitare për automjetet me targa të 2 vendeve. Kjo masë do të zgjasë deri me 30 shtator dhe synon të lehtësojë ndjeshëm qarkullimin gjatë sezonit veror, periudhë kur rritet ndjeshëm numri udhëtarëve. Sipas marrëveshjes së arritur, mjetet me targa shqiptare dhe kosovare do të kalojnë në pikat kufitare pa ndalesa dhe pa procedurat e zakonshme të kontrollit. Ndërkohë, automjetet me targa të huaja do t'i nënshtrohen vetëm verifikimeve të shpejta, me qëllim shmangjen e pritjeve dhe radhëve të gjata, veçanërisht në pikën Morin-Vërmic. Ky lehtësim i lëvizjes rikthehet pas një periudhe 2 mujore ndërprerje, gjatë së cilës në mars dhe prill u aplikuan kontrolle të plota kufitare. Megjithatë, edhe në atë periudhë, gjatë fundjavave dhe festave zyrtare për qytetarët e Shqipërisë dhe Kosovës, vazhdoi të zbatohej një regjim i thjeshtuar. Me Lipoj, vim shpesh. Pse? Po vend turistik, vend ne kena nevojë për plazhet e Shqipërisë. Shqipëria e ka më të mirë në botë se jena vllazën e kena një gjuhë. Ky bashkëpunim mes 2 vendeve është konsideruar ndër vite i suksesshëm, duke sjellë përfitime të dukshme, sidomos në sezonin veror, si rritje e turizmit, lehtësim të vizitave familjare dhe nxitje të shkëmbimeve tregtare. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë orëve të para të së premtes, në territorin e Shqipërisë kanë hyrë rreth 20.000 shtetas, pjesa më e madhe të cilëve nga Kosova.